agjerimi, mesataria e agjerimit. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam s'ka do sahabët me ngushtue të agjerimi. Elhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala e ka bë obligim vetëm Ramazanin. Domthon mesataria është Ramazani është i obligueshëm, nuk ka tolerim në ta. Ka njëri prej sahabëve te pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për vlerën e agjerimit pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam që Allahu për një ditë agjerimi largon fytyrën nga zjarmi i xhenemit 70 vite, ka ardhur ai sahabia i ka thonë ja Rasul, unë du ma agjerue don çdo ditë. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja smunesh. Ka thonë agjero 3 ditë të bardha. Këshire. Fillimisht oferta tash muj me gabu me imën, tham drejtën, jam i sinqert, mdukut është Sad ibn Abi Waqqasi. Mdukut. Po muj me gabu. Pyetsi i ngjarjes. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i thot agjero 3 ditë e bardha të çdo muaj. Siç dihet, shpërblimi në Islam është 11 edhe Allahu e shumëfishon deri në 700.000. Për agjerimin e 3 Për agjerimin, 3 ditë e bardha. Kur janë 3 ditë e bardha? Domon është 13, 14, 15. Kur është hana e plot? Po, hana e plot kur është. Çdo muaj honor, domethënë çdo muaj muslimanëve që është, 3 ditë e bardha është mirë mi agjeru. Por po se një herë në vjet nuk lejohet me agjeru. Po. Bile me bona pak si shpjegim me një postim tashti, muajin Dhulhixhen nuk lejohet me agjeru. Se bin ayamu tashrik. Po, e lexova, po. Bajram, kur mas Bajram. Bajrami i Kurbanit kur është, për arsye se këta ditë janë ditë të hajës dhe të pijës dhe të adhurimit të Allahut. Këtu i bie shembull dita e parë është e 10-ta, dita e dytë është e 11-ta, e 12-ta, e dita e katërt i bie e 13-ta ditë. Don mos gaboj se 13 apo i bie 10, 11, 12, 13. Po e 13-ta ditë i bie domon 14 ditë Bajramit, i bie 13 që 14 që më fal, i bie i muaj Dhulhixhe, on 13, 14, 15 nuk lejohet me agjeru. Nuk lejohet vetëm. Çdo muaj musliman që është 3 ditë e bardha të agjerojmë se shpërblimi është. Çfarë shpërblimi? Sigur se me agjeru një muaj. Allahu Akbar. Po edhe në aspektin fizik. Do me bëni fresh zorve, trupit, midës tane, lukthit tan. Kjo është sahabiu kur e ka dëgjuar këtë ofertë nga pejgamberi unë sa ka thonë ja Rasulullah, inni utiqu akthar. Ka thonë i dashmi Allahut, unë kam fuqi dhe mundësi më shumë agjeru. Atëherë pejgamberi unë sa marri ka thonë agjerot hona dhe tejtën, jashtë ditëve të bardha. Siç dihet, ka qenë traditë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që agjeru të honën dhe të tejtën. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, unë muj edhe më shumë, jo vetëm 3 ditë, jo vetëm të honë dhe tejtën, më shumë. Ka insistuar që ta agjeroj çdo ditë. Çdo ditë agjeroj, po. Mirë, po kështu pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë me shfrytzuar rastin dhe ta ranoj njërin. Tash apo mundet me përballu. Ka thonë çose do ashtu, atëherë agjerimin e Daudit alayhis salam. E si ka qenë agjerimi i Daudit alayhis salam? Një ditë po, një ditë jo. Edhe një shaka ndodh me këtë sahabin në fund të ymrit. Se sahabit kur e kanë marrë një premtim, janë mundu me realizu. E kanë çuar në fund. Deri në fund, derisa kanë dek. A di shaka ndodh? Para se kur ka orë moshe e shtyme e pleqërijës, ka thonë më kontakt shangu Muhammedin alayhis salam. Pse se s'ka mujtu ma zëru një ditë po një ditë. E ka shlu trupi. E kjo është urësia, ka më konta kësha dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ato e kam nu vetit amanet. Unë e kumë thonë Muhammedin që muj. A muj po, kime mujt. Kjo ka qenë domon. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam domon këshire qartë mesataria në Islam. Agjerimi një ditë po një ditë jo është agjerimi më i kulminant që lejohet. Agjerimi i Daudit alayhis salam. Pastaj vina në shkollën e ditë hanë dhe tejte dhe ditë e veçanta që janë kanë njerë sikurse mujtë e Dhulhixhe që lejohet me agjeru çdo ditë, apo ndonjë ditë e preferuar që mundet me çollue që lejohet me agjeru, pastaj vjen 3 ditë e bardha. Dhe kjo duhet me qenë një mesatarit e muslimani. Normal, kjo është një derë prej dyrëve të xhenetit, agjerimi, që njeriu duhet me garu ka njerë. Se ka njerëz që kanë të lashëm agjerimin dhe kuptoj. Ka të lashe, sidomos gjatë stinës së verës, që neve na ndodhi shembull këtë vit e patëm ditën e Arafatit, ka një ditë shumë e nxehtë, tham drejtën, edhe u pat më mësua agjerimi dimrit sen, kur erdha ajo dita e Arafatit për një herë edhe u nxekoa, keni pas sfide. Vallahi po, tash më kon sinqert. Po. Jo për buk, ujti na shloi, uetëm. Uji na shloi dhe uetëm. Si do të qoftë, pejgamberi unë sa sa këtë ka kallzuar mesatarien.